sepse nuk dua ta ndaj fare Shqipëria, shqiptarët e Shqipërisë dhe shqiptarët e Kosovës. Ne ishim një. Ti nuk e vëre, mua ajo më pëlqente dhe emociononte, që ishim bashk dhe e ndanin bukën si me komshin. Po unë konsideroj që liderët shqiptar, dhe the shumë bukur, shqiptar të Kosovës e thonë, se çdo herë thonë, mikpritja e vëllezërve shqiptar, po liderët që janë në Kosovë, që mund të mos jenë shqiptar, ata dhe nuk e thonë. Në kuadër të kohës të Thaqit, kur ka qenë kryeministër e president, ka ekzistuar, ju e dini shumë mirë, është dita e përkujtimit të marshit për Kuks, dita e përkujtimit për refugjatët. Tani nuk funksionon këto? Ja. Çfarë thua? Lutem. Fare, ë? Absolut. Ua. Tani një pyetje kam që mos më shpëtoj se jemi në fund. Po të lutem. Cili ishte roli i Fatos Klosit, shefi i shërbimit sekret shqiptar? Okej. Fatos Klosi, atë sa unë kam informacione, kam disa informacione, sepse jam direkt në Shikun, në objektin e Shikut kemi e vepruna. Me lidhjet e UÇK-s, përmes këta perit them, se e ka thonë edhe Xhavit Haliti, deri tani s'është më sekret, sepse disa kontakte me Amerikanë me kësi mbesin edhe një kalon një koha përsi. Fatos Klosu ka qenë Chelsea i bashkëpunimit me ambasadën amerikane. E tash do ta japun një argument që nuk o thonë deri kur, përpara atë argumente kam unë, është lajm. Frekuenca e radios. Ku më fokusu? Frekuenca e radiolidhjes të ekipit CIA-s, tash për thonë publikisht. Në Kuks, për mes Fatos Klosit, Xhavit Halitit dhe Mari Zelinës ka qenë 13. 13? Po, se ka ndodhë kam përkthy vetë me atë... E nëzore sekret? E nëzore se se sështë sekret, se o dalë publik që kanë bashkëpunu. Kjo është vlera e bashkëpunimit Klosit, e Xhavit Halitit, më knaqem kjo është... Do të thotë para se ishte ambasadori ishte Mariza Lino. Po, Mariza, do të thotë, hala se ka thonë askush, se unë kam qenë aty. Bravo. Edhe qaj ka qenë Klosi, që do e thom edhe një sekret, unë jam shtetës Amerikan, kështu që nuk e kam problem. Nuk e kam problem, mos darë sekret. Jo, jam shtetës Amerikan dhe më lejot, e thom në cilësine... Po mirë, shtetës Amerikanit, po shtetës i Kosovës, ke? Unë qytetari i Kosovës. Në shtetësi, s'ke? Po, kam në shtetësi. Po në shtetësin e Shqipërisë? Se kam. Se ke, e? Po mere më burë. Publikisht e thom, sot e dorëzoj pasaportin Amerikan, qa thua? Publikisht e thom, po në shtetësin shqiptare? Në shtetësin shqiptare. E kam andër tjetës, po nuk mu ka realizu. Asjerë. Si sa e Zoti President, unë bëj një thirrje modeste. Unë kaq sa kam, Astrid Tuskaj, pasaportën shqiptare, se sa kontribut ka ky për kombin shqiptar, duhet të rrim gjithë kështu. Një argument për Klosin. Po, çfarë do thosh? Kur ka përfundu lufta në Kosovë, me 4 korrik, jo gjithë e dinë si në 2 muaj qershor ka përfundu në 99, 4 korrik që festo dita e pavarësisë të Amerikës, 4 of July, kemi qenë në ambasadën amerikane në koktel, në dark. Edhe pse jemi marrë për Kosovën, ne kanë marrë me helikoptera me asi. Klosi me Gjashu Ali, se tash për qesë edhe i sekret, edhe një lajmë se janë e 2-3 lajmë ekskluzive në emision t'ju, ka qenë, nuk është lajmë, pik. Gjashu Ali ka qenë shefi CIA-s për Ballkan. Dhe ishte aty? Leri që ishte aty. Ka qenë për Bulgari, Romani, Maqedoni, Kosovë, Serbi, Çavdin. Gjashu Ali e ka ditë gjuhën shqipe, sikur unë e ti që flasin. Çfarë thua? E unë e kam qenë me to... Sheficias për Ballkan. Për Ballkan. Po përmenda dhe emër, të do të kutot... Nga ishe, mos kishe në Jurgjin nga neure? Jo, se ka qenë një farlesh kuqi edhe i prem kënaj... Po ishe mësuar në Ungari, atje? Sigurisht. Dhe duke qenë në Shqipëri. Do të thotë, Klosi ka pas kontaktet e përditshme me to. Do dhe në kamerita Klosi. Disa mirë më vjenë, sepse e di këtë gjë, edhe ja çmoj, unë si gazetar më e mënd shumë... Mu që kam vje keq të Klosi është tepër modest. E ka i herë mi jam shel gojen Astritit, Bravo. Për marrë shembull veten. Që të më mshel gojen mua, duhet modestia ka herë është
s'po du më thonë ignorancë. Është defekt? A e ke parasysh? Është defekt? Është defekt. E Klosi çdo herë thot në atë modestinë, ja, s'kemi bërë gjë. Pse Klosi nuk e thot që ka pas kontakte? Kto ja dëshmojnë në prezencë të Klosit këtu, që kam qenë me Gjashu Allin ka qenë Astrid, bravo. E këto e thome në prezencën e Klosit ku ma ka bo Gjashu Ali, ma jep biberin e zi, edhe jo me to e këshyrë kështu, do të ndarkën e pavarësisë të Amerikës, edhe i kom tonë, 2 speak Albanian, ka thonë e qysh po flasë. Ka qenë linja e Klosit me... Po, Klosi me atë shqipëritësia... Anglisht? Anglisht, Po. Anglisht, Sigurisht, tash, ku ka ndaj në konë më sheftë, unë nuk mund të garantoj, po publikisht kanë folë anglisht. Astrid, më ke kënaqur me këtë intervistë, kam shijuar, ti ke treguar jo thjesht ato që dhe ato lajme, sepse ato janë... Nxerrë intervista. Jo, ato janë, do dhëna e pjesa e që e shio mbi tort, por më vjen shumë mirë që në 2 element të rëndësishëm të kësaj interviste. E para, historia e UÇK-s, që është, unë e them, është epopeja me lavdishme e kombit shqiptar, dhe ajo që drejtuesit e UÇK-s kemi një pritshmëri që diçka mund të ndodhë në Hag. Por unë të respektoj shumë për gjithçka çfarë the këtu, nderim për punën që ti ke bërë, por edhe për gjithë bashkëpunëtorët e tu në luftë atje në luftë në front në rezistencën 98 dhe 99, nderim për gjithë atyre që u vranë dhe respekt dhe nderim për gjithë ju që jeni futur në historinë e kombit shqiptar si njerëz që keni luftuar me armë në dorë. Të falenderoj dhe të jam injos për këtë intervistë me të vërtetë shumë interesante. Faleminderit për mundësinë që ma kep zoti Roland, po edhe unë du me thonë një fjalë për fund, ta kam thonë mbrëmje, du me ta thonë publikisht, kur njëtë nuk i thomë kuj faleminderit që bën diçka për kombin, se s'ke bo për mu, ke bo për Kosovën, po kam dëshirë që tjerë të ndjekin modelin tënd, kolegë tu që të thu Kosova jonë, Kosova... për çdo proces politik, të harrojmë luftën, e thu, ke biseduar, disa herë kam pa ku thu, zgjedhjet në Kosovën tonë, atje të i bojmë zgjedhjet, të thotë, ajo në baneve, mu personalisht po thonë, më bonë mundi tepër mirë. E uroj që edhe tjerë të ndjekin shembullin. Faleminderit shumë edhe njëherë. Shumë vëllëmirit. Të nderuar teleshikues, ky është emisioni im për sot nga unë Roland Qafoku, mirupafshim. Për herë të parë në Shqipëri dhe Evropë, përmes aplikacionit i reja, zhvilluar nga Akinvest, mund të dërgoni para me MoneyGram në të gjithë botën, direkt në telefoni juaj. Dhe kjo do të kushtojë sa gjysmën e komisionit që do të paguanit nëse ju do të shkonit në çdo sportel. Mjafton të shkarkoni aplikacionin e reja për Android dhe iPhone, të regjistrojeni si klient dhe menjëherë do të dërgoni para në të gjithë botën, me MoneyGram vetëm me gjysmën e komisionit. Bëj zgjedhjen e zgjuar, dërgo para me MoneyGram në aplikacionin e reja.